Jemi te kapitulli 13 tani. Diçka shumë interesante po ndodh. Jezusi është në tavolinë me dishepujt edhe thot që dikush nga ju do më tradhtoj. Njeri e pyeti, edhe vazhdojmë tek 26. Jezusi ju përgjigj. Është ai të cilit do t'i jap kafshatën pasi ta kenë ngjyrë. Dhe e ngjeu kafshatën e ja dha Jud Iskariotit, birit të Simonit. Dhe pas kafshatës, Satani hyri në te. Atëherë Jezusi i tha, ç'ke për të bërë? Bëje shpejt. Edhe Jezusi kaloi në atë moment të jetës, në moment të jetës që duhesh të tradhtohesh. Nga kush? Nga ata më të lidhur, më të afërmit e tij, dishepujt. Këto janë gjërat që ndodhin në jetë. Një person që e ke ndihmuar më shumë, një person që e do shumë, i ke treguar rrugën, e ke ndihmuar në mënyrë të ndryshme, të tradhton. Megjithatë, Zoti prap e përdori atë për lavdin e vet. Për lavdin e vet. Prandaj Jezusi tha, kjo do ndodhi. Edhe unë e di se si do ndodhi, edhe di se çfarë do bëj. Prandaj mos u dekurajoni. Të jeni gjithmonë të inkurajuar, me besim të plot, se çfarë do që ndodh, edhe tradhtimet, edhe dikush që të lë poshtë apo në balë, Jezusi të ngrej prap. Sepse i ndodhi dhe atit vet. Edhe ai e di eksaktësisht se si ndihemi neve kur kalojmë këto momente të vështira, të tradhtimit apo dikur që na ka lënë poshtë. Prandaj, miq të dashur, vetëm besoni se vetëm Jezusi nuk ju tradhton. Qofshi të bekuar, Pastor Fajketi.